domethënë foton që e ka sjell këtu. Këto tentativa që ka bërë postimin domethënë 13 janar dhe kanë titulluar domethënë gjykimi i vendosjes së kutive të kërkimit të ndihmave nëpër xhamia. Domethënë nëpër xhamia është u fol. Edhe sjell fetvan e Sheh Rabis në lidhje me xhamit. Pas fetvas të Sheh Rabis, masi që përfundon fjala e Sheh Rabis, atëherë sjell me gisht tregues për te poshtë dhe foton e kutis dhe thot xhamia e Xhemal Jakupit. Kjo çka do thotë domethënë për dëgjuesin, për lexuesin, se kjo kuti është xhaminë e Xhemal Jakupit. Se ndryshe si kuptojt. Liheti pastaj çka ka thënë në komentet. Shkrimi që e ke publikuar, që ke dash ta manipulosh opinionin dhe njerëzit dhe vëllezërit. Ke dash domethënë të manipulosh me gënjeshtra dhe me çështje të pavërteta. Dhe ala është më e keqe se kanë ditë domethënë se këto kutia nuk janë në xhami, po janë peshkopi ose kudo qoftë që janë. Se e përmend pastaj në koment domethënë se që kanë në peshkopi e ku e di çfarë. Po atëherë pse e bën këtë manipulim? Edhe e bën me gisht tregues domethënë xhamia e Xhemal Jakupit. Ju njerëz të gjuhës, çka kuptoni për kësaj? Gisht tregues, foto me kutin, xhamia e Xhemal Jakupit. A është kjo domethënë me kuptu se kjo kuti është në xhamin El Feth. Kur e lexova unë, fillova me dyshun vetën time. Thash, unë kuti s'kum pa. Që sa jemi këtu domethënë xhami, tu mendu, nuk më teket domethënë. Nuk më teket domethënë. I them, këto tentativa janë të llojit të atyrve që janë duke u zhytur dhe fundosur në ujë dhe tenton të kapet pas çdo sendit që i del përpara. Me këtë postim të 13 janarit e dëshmon Ojeton Shasivari edhe një herë edhe më shumë se ti je manipulues të paturpshëm, bashkë me mentorin tënd të dështuar Alban Malaj. Kjo e tregon dhe dëshmon qartazi sepse Alban Malaj ka dështuar fatalisht në studimet e tij dhe po ashtu edhe ti, por ti fal zemërgjërsinë e saudianëve, ta falën diplomën. Sepse ju nuk keni kuptim për fenë e Allahut. Se atje, në Mekë e në Medinë, keni dhënë provime për çështje fetare. Dhe qartë jeni treguar se sa të paaft jeni. Atëherë në bazë së historikut tuaj të shkollimit jeni të paaft të kuptoni fetva dhe fjalat e dietarëve. Kjo do të thonë degradon të dyjat ata. Në bazë historikut tënë, unë nuk them unë çka shpife dhe çka trilloj dhe çka mendoj, jo. Në bazë historikut tuaj, që ju keni dëshmuar në shkollimin tuaj se nuk kuptoni se ato provimet kanë qenë për fenë e Allahut, kanë qenë për akida, kanë qenë për fiqh, kanë qenë për tefsir e kështu me. Këto ky tjetri dështoi në Mekë, asnjë sen. Ky tjetri u kthy me një diplomë që ja falën në Saudi realisht. Atëherë këta njerëz nuk janë kompetent ti kuptojnë fjalët e dietarëve. I them, e keni zanat të vjetër manipulimin. Se unë e kam pa këtë çështje te ju me sytë e mi. Dhe kjo prandaj nuk më vjen çudi me këto manipulime që vini ju, manipulime të likta. U a them, a ju kujtohet se si manipuluat te Imam Rabia rahimahullah me celularët. Ze gjose nuk po inqizoni. Takimin me Sheh Rabin dhe i hodhën celularët në tapet. Se që ne imi të sinqert dhe të pastër dhe të ndershëm. Por kanë pas edhe një celular tjetër që kanë shehur dhe kanë inqizuar Imam Rabiën në shtëpinë e tij. Kjo është tradhti dhe pabes ndaj dietarit Sheh Rabis. Që ky dietar të madh, me të lishu në shtëpinë e tij dhe me të besu, edhe ti të futesh brenda, edhe ta inqizojsh dietarin rahimahullah pa lejen e tij. Këtë e bëjnë domethënë njerëzit që janë domethënë shumë të ligët. Që ligësia e tyre ka arritur skajshmërinë dhe kulminacionin.